Gjithsesi në suazat të aktiviteteve ditore të kryeministrit, sot jemi në komunën e Çashkës, në hapësirat e shkollës Todorjanev, shkolla e cila për publikun më të gjerë është e njohur për bojkotimin e procesit edukativ arsimor nga viti i kaluar deri në shkurt të këtij viti, dhe vjen mirë që në vend ngjarje të mund të shoh që procesi edukativ arsimor rrjedh në kontekst të asaj që ishte marrëveshje për tejkalim të mospajtimeve rreth procesit edukativ arsimor, dhe siç e dini, nxënësit që mësojnë në gjuhën shqipe do vazhdojnë të mësojnë deri në fund vit, domethënë në këtë objekt. Në rrjedh janë procedurat për realizimin e vendimit të qeverisë për themelim të subjektit të ri të shkollës së re, në të cilën do të mësohet në gjuhën shqipe, dhe nxënësit nga viti i ardhshëm shkollor që mësojnë në gjuhën shqipe nga këto objekte do të transferohen në objektin e ri, kështu që do ketë subjekt të veçantë, dhe në këtë drejtim domethënë është rruga e zgjidhjes së kësaj çështje, dhe për atë arsye dhe jemi në vend ngjarje për të pa procesin se si rrjedh në kontekst të asaj që ishte marrëveshja, dhe mëson fakti që edhe kryetari i komunës, edhe drejtori i shkollës, edhe Ministria e Arsimit e vërtetojnë që procesi, zaten edhe deputetet janë këtu, vërtetojnë që procesi edukativ arsimor rrjedh në kontekst të asaj që është marrëveshja, për fat keq ka humbje të orëve të mësimit që në fakt edhe kompenzohen, janë në procedurë të kompenzimit të orëve që janë humbë, dhe për atë arsye dhe viti shkollor për këtë shkollë do jetë i stërzgjatur në fund vitit, nuk do të përmbyllet si shkolla tjera, por do të plotësohen dhe do të bëhen gjitha përpjekjet që ajo që është e humbur gjatë bojkotimit të mësimit të kompenzohet në procedurë rrjedhëse. Paraprakisht rrugës ishim në fshatin Sogle, vizituam edhe shkollën atje për nxënësit, pason vizita shkollës Liria në Jabullçisht Poshtme, dhe me këtë përmbyllim procesin e qasjes dhe shqyqimit të punëve nga vendngjarja, do të thotë drejt për drejt, e jo veç raportimeve që na vinë në kabinetet tona për tos raporteve të shkruara, kështu që verifikimi i faktografisë me asaj që vinë në formë shkrume me atë që ka e shohim në teren, është çështje për cilën edhe preferoj që në këtë mënyrë të vinë deri te faktet e vërteta, do të thotë e vërteta që është reale, dhe për atë arsye do të jemi këtu. Kështu që në çdo rast falenderoj edhe juve që na përcjellni për këtë rrugtim.